Do të zhvillojmë një intervistë ekskluzive me sulmuesin e kombëtares shqiptare, Arbër Hoxha, i cili aktualisht luan për Dinamon e Zagrebit, i cili do të tregojë disa elementë nga eksperienca e tij me Dinamon e Zagrebit, po ashtu edhe do të diskutojmë pak në lidhje me shortën e play-offit të kombëtares shqiptare. Përshëndetje Arbër dhe faleminderit që je në këtë intervistë me FSHF TV. Përshëndetje Lenita, përshëndetje kombëtarja. Po kalon një nga momentet më të mira të karrierës tënde aktualisht me Dinamon e Zagrebit. Si po e përjeton këtë moment? Po është e vërtet që jam duke kaluar një moment shumë të mirë të klubi ku gjindem tani. Besoj që tani jemi shumë mirë pra edhe në renditjen tabelare dhe po vazhdojmë të rrit formën të ditën në fund. Shpresojmë që me vazhdu me këtë ritëm edhe shpresojmë që në fund të arrijmë objektivat e klubit pra që titulli kampion. Aktualisht jeni në kryesim në renditje me 44 pikë, duke krijuar edhe një distancë të madhe në renditje. Sa qetësi u jep ky avantazh? Po është të vërtet, sepse tani këto dy ndeshjet e fundit i fituam dhe pra kundërshtari direkt, siç është Hajduku i Spitit, i humbit e dyat, ne arritëm që të shputemi në shtëpi. Nuk na jep asnjëherë qetësi, sepse e marr parasysh që Hajduku ka një ekip shumë të mirë. Ne duhet të shojmë rrugën tonë dhe duhet të fitojmë ndeshjet pra që na dalin domethënë një nga një. Ndërkohë në Europa League keni siguruar fazën play-off dhe do të përballeni me klubin Genk. A e njihni si kundërshtar dhe çfarë prisni nga kjo ndeshje? Nuk e njohim si kundërshtar, por e dim që nuk ka ekip të lehtë pra në play-off të Europa Ligës. Ne kemi kohë tani të përgatisim ndeshjen, sepse kemi 3 javë deri te ndeshja e parë, por shpresojmë dhe besojmë te grupi që e kemi që mund të arrijmë pra të shkojmë në rundin tjetër. Të uroj suksese në këtë aspekt. Ndërkohë flasim pak për kombëtaren. Goglat e play-offit në këtë rast na përballin me Polonin, një kundërshtar që në fakt ti nuk e njeh, por ndërkohë që kombëtarja shqiptare ka njohur. A ke diskutuar ndërkohë me lojtarët e kombëtares mbi këtë short? Po, flas me çunat edhe normal e dim që Polonia është një skuadër fort, por edhe e ka një përparësi sepse lum para tifozëve të vet. Por ne nuk duhet të ndihemi asnjëherë inferior, se të marr parasysh që në lojna për kualifikim kemi bërë ndeshje shumë të bukura dhe besoj që te grupi dhe besoj që kemi arritur pra pse jo edhe kualifikimin tutje. Ndërkohë si e vlerëson Polonin si kundërshtar dhe si e shikon gjendjen aktuale të kombëtares polake? Normalisht, pra sepse kombëtarët polakë ka lojtarë shumë cilësor pra në radhat e veta, pra që luajnë në nivele shumë të larta, por e ceka edhe më herët se asnjëherë s'duhet të ndihemi inferior, sepse edhe ne kemi lojtarë shumë të mirë, shumë lojtarë kualitativ dhe po rritemi dita e ditës. Ndërkohë Shqipëria do ta luajë në transfer këtë ndeshje, dhe në fakt mund të jetë ndoshta ndeshja më e rëndësishme e historisë së kombëtares. A mendon se na disavantazhon pak fakti që luajmë jashtë fushës tonë, apo nuk është një problem më tashmë për kombëtaren shqiptare të luash në transfer? Jo, nuk është ndonjë problem shumë i madh. Po normal që nëse kishim luajtur para tifozëve tonë pra në Air Albanian, kishim qenë diçka ndryshe, se dim pra që te stadioni është domethënë stadioni i zjarrt, por nuk besoj që është ndonjë problem pra, sepse stadioni është i mirë, pra do të ketë shumë tifozë pra edhe nga ana jonë, edhe shqiptar atje. Edhe besoj shumë se mund me arrit domethënë fitore. Në fakt ne jemi dhe përmirësuar shumë në aspektin e transfertave, Arbër. Kemi vënë re që edhe vitet e fundit kombëtarja shqiptare ka fituar shumë sfida në fakt edhe në transfert. Nuk është pra një faktor psikologjik që ndikon tek ekipi fakti që ne nuk luajmë në Shqipëri. Po është e vërtet, besoj që tani edhe si luajtem domethënë në Air Albanian, si luajtem domethënë në një stadion tjetër, besoj që nuk e kemi probleme si me parë për shembull. Ndërkohë në rast suksesi ndaj Polonisë, shorti na përball me fituesin e çiftit Ukrainë-Suedi. Si shikon këto dy kundërshtar? Ke ndonjërin të preferuar apo nuk ka rëndësi secili prej tyre? Janë të dyja sfida të vështira. Besoj që dy skuadrat kanë lojtarë shumë të mirë, edhe pse Suedia pranë kualifikime nuk ishte e mirë, po gjithë e dim se ka një kvalitet jashtëzakonshëm në brenda vetes. Se di domethënë cila mundet me qenë më e mirë për neve. Në sfari duhet më fokusu të ndeshja parë, e pastaj nëse kalojmë ndeshjen e parë, e shohim. Patjetër. Ndërkohë, në momentin e hedhjes së shortit dhe kur e ke parë që shorti na ka vendosur përballë Anglisë, përballë Serbisë, përballë Letonisë dhe përballë Andorrës, e kishe menduar që ne do të arrinim të ishim të dytët në renditje? Po, kam besu shumë prej fillimit, pra kam besu shumë sepse edhe si ceka dhe me parë, pra grupi ka shumë kvalitet edhe çunat janë të mirë, pra edhe që është më e rëndësishme
në futboll, pra atmosfera me në grupit është shumë e mirë. Edhe besoj që kemi arrit me këtë merit këtë kualifikim play-off. Ndërkohë, duke i parë pak sa me radhë le të themi ndeshjet gjatë fazës kualifikuese të botrorit 2026. A ka pasur një moment specifik që ti besove që ndoshta ose një ndeshje kyçe që ti besove që realisht mund të shkonim në play-off? Pra ndeshja vendimtare, pra që fituam Serbi, besoj që ka momenti më i mirë për të gjithë ne, pra në aspektin personal, pra ishte fitoria më mirë në karrierën time. Edhe aty pra e pam që kemi kvalitet me vazhdu tutje. Ndërkohë, Arber, beson realisht që ne mund të kualifikohemi në këtë pikë që flasim? Beson realisht që mund të kualifikohemi në botrorin 2026? Po, besoj shumë. Dhe urojmë që të ndodhi. Ndërkohë, gjatë janar, është përfolur shumë për një transferim tëndin të mundshëm gjatë janarit, ka pasur edhe diskutime në lidhje me ndoshta një transferim të mundshëm drejt Anglisë. Ka ndonjë risi në këtë aspekt apo është lënë gjithçka për në verë? Po, është e vërtetë që unë kam pas disa kontakte nga klubet, por unë para rreth 2 muaj kam firmosur kontratën e re me klubin, edhe kemi rënë dakord që deri në muajin e gjatë, pra deri në verën e këtij viti nuk do të bëjnë ndonjë lëvizje, sepse duhet të arritim as pari objektivat e klubit, pra që është titulli kampion. Edhe shpresoj që mi ia dalë, pastaj ulem me klubin edhe të vendosim për kartën time. Unë të uroj shumë suksese si me klubin, po ashtu edhe me kombëtaren, dhe shumë faleminderit që ishe pjesë e kësaj interviste. Faleminderit shumë, ju përshëndes.